e sërishme, pra të cilat mbase as ato nuk mund të prodhojnë ndonjë rezultat tjetër për këtij të shtatë qershorit. Sonte kam ftuar Burim Ramadonin nga AK-ja, i cili pritet të jetë deputet i Kuvendit të Kosovës. Mirëmbrëma, Burim, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, faleminderit. Merci që të kam studio. Po ashtu është kolegu Valen Sylla, mirëmbrëma Valen, mirë se erdhe. Baton Haxhiu, mirëmbrëma Baton, mirë se erdhe. Zona Avdio, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Dhe Albatros Regja, mirëmbrëma Albatros. Kjo dyshja Valen e zjarrt, e Shqipërisë, e Zvërnecit janë. Po sonte janë ftuar për me folë për këtë zvërnecin tonë që kemi. Ne bëjmë kundër balans me këtë energjinë që shkon nga Kosova pro protestës, domethënë unë Batoni dalim aty bëjmë kundër balans, domethënë që. Kundër protestës. Domethënë që të neutralizojmë që Kosova me dalë 0-0, e kupton. Edhe herë se skuptova. Ama ka energji pro protestës. Nuk e di, a jeni me protestën, a i ka i bën harë protestës, a e kundër protestës? Ne me protestën nuk jemi aty, sigurt. Pse? Po janë disa Kosovës që janë me protestën, kështu që dalin 0-0. Qonë jam me A ka protestën. Kosovar që dalin protestë? Ka Kosovar, ka Maqedonisë, ka Malizzi, ka. Ka të keqe kush do Ka, të domethënë, Ka të keqe aty. Unë mendoj që duhet më krenu me faktin që ka ardhur dita që njerëzit shqiptar kudo që janë shkojnë në Tiranë me protestu. Domethënë imagjino, më shku në Tiranë me protestu. Domethënë kjo është kulmi i integrimit me brendshmërinë shqiptare. Edhe Tirana 2-3 javë më parë u përshin Shkop në protesta. Po mirë, në rregull. Kjo është kulmi i integrimeve të brendshme. Në Turqi kam jetë me shku zonë. Përderisa janë paqësore dhe domethënë atje në çdo shesh që kanë protestë, shpesh, kështu që mujta me protestuar atje. Për me nuk shoh kur gjë të keq aty që Okej. Patrosi edhe tekstin pak ndryshoj kur foli për Shqipërinë. Po, e ka bota shpërhiqës më vonë. E bone pak zet Shqipërinë. Momentin sa ta kalon Mërinën ky e ktheu. Batoni s'ka më përfshin. Në temë. Batoni është i kuj vjetër, kështu që tash. Ja. A kanë munduar protestat? A kanë më mbi? Apo çka komenton Shqipërinë? Pyetje apo Pyetje është. unë besoj që ka një farë datë të skadimit të kësaj pjesë të protestës, ky heterogenitet i përmbajtjes tregon se një pjesë e popullatës Shqipërisë dhe një pjesë e gjeneratës nuk është e përfaqësuar në institucione, në organet shtetënore, burokraci, teknokraci e tjera, dhe ka një farë paknatësie e cila nuk e prek pikën kritike. Dhe dy gjëra që janë, një se kryeministri shqiptar për herë të parë do të reflektoj pas kësaj që ka ndodhur, për arsye se prej 2008-s nuk kemi ndryshim të kodit zgjedhor dhe kodi zgjedhor pas asaj të marrëveshjes të 2008-s i pat larguar të gjitha partitë e vogla, për arsye se ishin bë. Çka po mendon? Du të milon, si më thon, me këto me zgjeru, si më thon, diversitetin e partiave. Tash kemi një hall të vjetër prej zgjedhjes së Sali Berishës për këtë Partisë Demokratike. Gjithmonë është shpresuar se do jetë dikush tjetër që pastaj e përmbyll përfaqësimin dhe kthehemi në një garë më të fortë të një lideri të vjetër tashmë të Edi Ramës dhe një lideri i cili vjen Partinë Demokratike. Me qenë se kjo s'ka ndodhur, atëherë dy liderat janë bërë target i mjaftueshëm i një gjenerate e cila nuk është e përfaqësuar. Dhe unë besoj që këtë kjo do ta në një farë mënyrë do ta largon Partinë Demokratike nga fuqia e saj, edhe përballja të ardhmes jo e afërt, në një të ardhme pak më të largët, do të jenë kjo gjenerat me Edi Ramën. Ajo që unë mendoj është, nuk besoj që Edi Rama dhe Sali Berisha do të ndrojnë kodin zgjedhor, pra arsye se atëherë do të ishin në një betejë. Po mirë, po unë po ja shpjegoj më shumë njerëzve të cilët ma shumë për ju shpjegoj njerëzve në Kosovë se çfarë po ndodh. Kjo do të thotë ke vetëm si më thon këshilla jote. Që duhet me ndryshu kodin. Unë mendoj që mundësi përfaqësimi dhe grupeve partiçkave kur nuk përfaqësohen dhe ju mbyllet ndyrt, ata e bëjnë një gjest, dalin në rrugë.
Dhe për faktin se ky heterogenitet është atë shumë prezent, përvoja e jonë, sidomos në Kosovë, tregon edhe në regjon, se tregon se kur protesta nuk ka strukturë, është heterogene, atëherë dhe është kaotike, ajo është rrezikshme. Për arsye se nëse rrëzohet pushteti me një si farë grupacioni, atëherë ata nuk dinë qeverisë. Kemi ekzemplar e vetëvendosjen. Domethënë është një grupacion i cili e ka fuqizuar opozitarizmin me vrasësinë e saj të ardhes në pushtet, dhe kur ardh në pushtet e ka pasi pushteti është diçka tjetër, është menaxhim, është dije, është përvojë, është strukturë e cila e don një farë, si me thonë, regjimi tjetër. Se t'jesh kaotik dhe t'jesh protest në opozitë është e lehtë. Ka dhe emra tjerë përveç i dramës që të me qeverisë. Jo, natyrisht që ka. Ose përveç Sali Berishës. Se vetëm një përshtypje, me qenë se batoni edhe... Dhe desha me thonë në fund, nëse... Unë batoni pajtovi në këmi. Nëse kjo protest... Po, batoni e pak më i butë për protestin, ti e pak më jashtë. Nëse kjo protest përfundon, si pas asaj që po parashijet aty grupacionet të cilat janë, do të zhvendosen nga Tirana në qytetet vogla ose në për rrugë që kanë filluar, për arsye se Tirana që të bëhet problem për turizmin dhe të jenë prezent në mediat ndërkombëtare. Dhe unë e thash që pjesa liberale që ka zhvendos politikën ndërkombëtare në Shqipëri, kryesuar nga demokratët, që përfaqësohet përmes Fredi Abrahamsit dhe të tjerëve, të cilët janë prezent aty, e kanë vendos familjen Trump në targetin kryesor të fushbeteja trumpizmit, fushbeteja Amerikës është bartë në Tiranë. Dhe ajo për shkak të emrave të familjes Trump, të cilët për 2 muaj 3 i kanë zgjedhjet në Amerikë, e cilat janë zgjedhje shumë të rëndësishme për demokratët. Dhe kjo fakti që kanë mi hub. Tash, ato unë nuk mund të thëmë, për arsye se nuk e di, por që kjo është ajo. Por Rama është dëm kolateral, dhe nëse nuk reflekton, e kam një halë që do kthehen demonstratat në tetor, kur vinë edhe studentët, dhe atëherë është problem. Por unë besoj që kryeministri mund të reflektoj, dhe duhet të reflektoj seriozisht. Nëse këzaj veç pa u fut mena Shqipnisë, po të Venecit tonë, po atë në këj reagimin qytetarë është interesant me po, atë unë me nëzij pres që të reagim qytetarë që ndjerën është edhe pak minimum se cili për i vetës për njëti, me pas për tema këtë konkrete në Kosovë, se sa ma shumë që ka me pas reagim qytetarë.